Si çdo vit dhe si vjet, shoqata Bë Mirë se Bereqeti ka ndihmuar me veshmbathje banorët e veriut të Shqipërisë. Në vazhden e aktiviteteve humanitare të nisur tash e 3 vjet në shkolla të mjediseve të ndryshme rurale, shoqata Bereqeti, e cila funksionon në kuadër të sektorit për humanitet të Bashkisë Islame të Kosovës, pavarësisht kushteve të vështira të sezonit dimror, ka ndihmuar me veshmbathje shkollën e mesme në Topojan të Shqipërisë së Veriut. Ne i kushtojmë rëndësi më shumë fshatrave të thella, vendeve rurale kuptohet, vendeve ku më pak arrin që të ketë komunikim, dhe në anën tjetër do thotë ne përpiqemi që të përfshijmë të gjithë në mënyrë që asnjëherë mos ta ndinë veten të nënçmuar dikush, po të gjithë njëjtë apo ndryshe i konsiderojmë si dhurata vllau për vllaun. Mosimdhënësit dhe nxënësit e Topojanit kanë falendëruar humanistët për këtë vepër. Ky mision solidar, shumë prekës, jo se zgjidh gjitha problemet ekonomike apo të tjera që mund të ketë një komunitet, por është një shenjë mirë e bashkëpunimit dhe shpresojmë tek Zoti që ky bashkëpunim do shtrihet në çdo fushë dhe treguesit e arritjeve do të jenë më të mëdha në çdo fushë të bashkëpunimit tonë. Përfaqësuesit e shoqatës Bereqeti thanë se aktivitetin e ndihmës së shkollës shqipe në viset rurale në Shqipëri nuk do ta ndalin.